çdo njeri ka thënë në mënyrë metaforike, ka të librin e vet jetës. Edhe që ti shkruaj, që t'ja lej pasardhësve të vet, është një trashëgimi shumë e pasur me dorë. Pse? Ne nuk njohim sër gjyshrit tanë. Ne nuk dim shumë nga gjyshrit tanë. Sepse nuk e kemi të kultivuar si kulturë. Ne e dim thjesht që kam gjyshin, kam padur një gjysh, ka qenë mësues, s'ka rëndësi, traktorist, por ti nuk di shumë bjetën atij. Pse? Sepse ti duke ditur... Po të gjëre, po në fund në mendim edhe mua... Jo, po është shumë e vërtet. Ti duke ditur bjetën atij, ti kupton jetën tënde. Kupton pse e ky. Pse e kështu si qera, pa. Është ajo rrënja biologjike e fisit, që nga mënyrat menduar, e tjera. Nuk i thënë kohë në faqë që është shpema e... Shpema pra, por nuk ka askush, domethënë këtu, vetëm familjet, vetëm aristokratët që janë vërtet aristokratë, i ruajnë këto edhe respektojnë. Siç është edhe në këtë rast mjeku i familjes, jo pa qëllimsh mjeku i familjes. Sepse ai ka ndjekur breza përpara. Edhe e di për shembull, filan smunde ka pasur stërgjyshja e stërgjysës tënde. Edhe ti e kupton pse të ndodhin smundet e gjërat e tjera.